Shtuna sjell në ekranin e televizionit Apollon një tjetër rrëfim të veçantë në emisionin Personazhe në Fokus, ku këtë javë i ftuar është sportisti i njohur Endri Magani, djali i legjendës së futbollit Peqinas, Gugash Magani. Një bisedë plot emocione përballë gazetarit Ndriçim Gjoshi, Endri Magani ndalet në momentet kyçe të jetës së tij si sportist, duke i nisur nga hapat e parë në fushë që në moshën 6 vjeçare deri tek një karrierë 17 vjeçare mes fushave të futbollit në Shqipëri dhe në Kosovë. Sot në moshën 33 vjeçare, ai jo vetëm që është një sportist aktiv, por edhe një mësues i edukimit fizik, i njohur për fisnikërinë dhe dashamirësinë që përcjell ndaj sportit dhe sportdashësve. Lindur dhe rritur në Peqin, Endri është shembulli i një sportisti që ka ndjekur pasionin e tij me përkushtim të plotë, duke marrë gjithë mbështetjen e familjes dhe komunitetit. I formuar si njeri dhe sportist në rrugët e qytetit të tij dhe në fushat e blerta të vendit, ai përçon një mesazh të qartë: dashuria për sportin është një mënyrë jetese. Personazhe në Fokus sjell jo vetëm profilin e tij sportiv, por edhe reflektime për realitetin e sotëm, për sfidat dhe vlerat që duhen ruajtur. Programi transmetohet çdo të shtunë në orën 21, duke ofruar një hapësirë për të gjitha moshat, nga fëmijët tek të rriturit, ku çdo intervistë kthehet në një dritare për të parë më thellë në jetën dhe përvojën e personazheve të përditshëm që frymëzojnë. Mos e humbisni intervistën me Endri Maganin, një rrëfim që do t'ju prek dhe do t'ju motivojë.